Ky është automjeti tip Rover i autorëve të vrasjes së Gjovalim Prendit më datë 17 prill në Plan të Lezhës. Automjeti është fokusuar pak pas ngjarjes nga kamerat e sigurisë. Nga vëzhgimi i hetuesve rezulton që mjeti nuk ka xhama të zinj. Ky mjet rezulton me targa të vjedhura, po ashtu edhe makina e vjedhur, por ende nuk është saktësuar se ku. Itinerari që kanë ndjekur autorët ka kaluar në rrugë që ka biznese, kamerat e sigurisë të cilave kanë fiksuar mjetin. Autorët kanë ardhur nga ura e Milotit, kanë kaluar afërsisht 50 metra larg nga pjesa e pasme e lokalit dhe 2 persona kanë zbritur nga makina dhe janë afruar në këmbë te pjesa anësore e barit. Të dy autorët kanë qenë të armatosur, por vetëm njëri ka qelluar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:52 minuta dhe ka zgjatur vetëm 30 sekonda. Më pas, makina afrohet te lokali dhe merr 2 autorët. Makina ka marrë sërish drejtimin për në Milot dhe autorët e kanë ndjegur në fushgjorm. Sa i përket hetimeve pas ngjarjes, policia e Lezhës ka kontrolluar disa banesa dhe ka shoqëruar disa persona, ndërto edhe 2 vëllezërit e fisit Gjeloshi, përfshirë Ardian Gjeloshi alias Marku. Ata janë marrë në pyetje për rreth 2 orë nga policia dhe më pas janë lënë të lirë. Nga hetimet e deritanishme, grupi hetimor ka si pistë kryesore hakmarrjen. Hetuesit janë fokusuar te shkuara e djalit të tij Sidorel Prendit alias Roan Brahimi. Në vitin 2014, pranë lokalit ku ndodhi krimi pak ditëve më parë, Roan Brahimit i vran djalin e Xhaxhait, djalin e Hallës dhe i plagosën djalin e Xhaxhait tjetër, ngjarje e cila ka mbetur e pazbardhur dhe pa autor. Po ashtu në vitin 2020, babai të Sidorel Prendit i kanë bërë 2 sulme në lokal, një me armë dhe një me eksploziv. Gjithashtu djali i Gjovalim Prendit është hetuar për disa ngjarje, ndërto edhe atentati i 10 shkurtit 2024 ndaj Ardian Gjeloshit, ku mbeti i plagosur dhe u vra ekonomisti i firmës. Po ashtu emri Sidorel Prendit alias Roan Brahimi ka dalë edhe te vrasja e Gentian Bejtes në Larushk të Fushkrujës, ngjarje për të cilën është në burg edhe kunati i tij Ilir Beqaraj.